Banka Popullore mbetet në vlerësimin se inflacioni në vitin 2025 do të jetë 3.9% në bazë vjetore. Ata thonë se rritja e çmimeve është ngadalësuar, por që të vijë deri te relaksimi i politikës monetare, e me këtë edhe ulja e normave të interesit për kredit nuk duhet të lejohet rritja administrative e pagave në vend, veçanërisht e pagës minimale. Guvernatori Trajko Slaveski thotë se duhet të respektohet ligji, i cili është i qartë për mënyrën e harmonizimit të pagave. Секако дека кога зборувам за доходите, не мислам само на платите, тука влегуваат и пензиите, но тоа е сосема друго прашање, затоа што мислам притисоците во изминатите 7-8 години се многу поизразени во првата област, во областа на платите. Ndërkohë dje bordi ekzekutiv i Bankës Popullore vendosi një mekanizëm të ri, atë të obligacioneve shtetërore shtatitore. Qëllimi është që sinjalet që dërgohen përmes masave dhe politikave monetare të zbatohen më lehtë nga sektori bankar. Kjo mas vjen pas disa vitesh vonesë nga ankandi i parë i këtyre obligacioneve me normë interesi prej 4%, ku bankat mund të regjistrojnë 43 miliard denar ose rreth 700 milion euro. U realizua sot. Токму затоа е оваа промена да дојдеме до еден попазарен и поефикасен инструмент со кој што цениме дека монетарната политика е сигналната функција на основната каматна стапка, која што сега се сведува на овој основен инструмент, 7 дневните белградски записи ќе биде поефикасна во иднина и таа трансмисија ќе биде поефикасна. Megjithatë mbetet e hapur pyetja nëse kjo mas nënkupton relaksim të politikës monetare në kushte kur inflacioni është rreth 4%. Ndryshe obligacionet ndikojnë në sasinë e parave që përfundojnë si kredi. Nëse rritet norma interesit, bankat i investojnë parat në obligacione, ndërsa nëse bie norma referente e interesit, parat plasohen si kredi. Kjo ndikon në kreditim dhe varësisht nga sasia e parave në qarkullim, ndikon edhe në kërkesën agregate, e cila ka ndikim të madh mbi inflacionin. Aktualisht, norma referente e interesit për obligacionet 42-49 ditore është 5.35% dhe ato janë të kufizuara në 10 miliard denar ose 163 milion euro. Me masën e re, norma interesit është 4% dhe ajo aplikohet në kushte kur rritja vjetore e kreditimit është mbi 12%. Nga Banka Popullore thonë se në qarkullim mbeten edhe të gjitha instrumentet e deritanishme që ndikojnë në likuiditetin e sektorit bankar.